hipotetike, po dalë prej njerëzve që kanë shumë dilema, po ta është të ripytin, s'ka nëse shkenca arrin me rinjallë njeriun? A do të ketë kuptim feja? Si pyetje, mandej po të pyesë te besimi tha, ka arrin njeriu me rinjallë vetën. Se ka pasur në kalumin, a dim se kanë bërë me faraonët. Dëgja, çdo veprim i njeriu s'ka çare pa u motivuar nga pikpamjet e tij. Definitivisht. Po normal, ato që e menoj që ashtu edhe veprojnë. Mirë, pse ngrihet trupi? Për shkak se ata besojnë se njeriu është vetëm trupi. Edhe menojnë që ky trup ka problem. Ne besojmë që nuk ka problem të ngrihet sa dush, për më shpirti. Nëse ai det çush kemi këtu çfarë shpirt. Nëse nuk beson në shpirt, ti kemi ngrit trupin, se ti beson në materializëm. Besimi është materializmi, nuk është besimi për te kësaj. Andaj na besojmë që çështja është e një qelizë që ka shkuar. Hajde po tentojmë që ato mi ndru edhe këtu janë këtë çështje materialiste ka njeriu apo. A mund të kthehet shpirti, se kjo materializëm, se po ta ngrit trunin, ti ruaj kujtimet, më bë transplant. Ma çka po të më thonë? Kjo nuk është veç të tendon mes asaj që shkencës dhe që ideologji. Se shpeshherë idealizohet edhe shkenca është e ideologjizuar shpeshherë. Definitivisht. Po ndodh. Kështu që na të mendo, çka është shkencore, çka është ideologjike. Ideologjike diskutojmë në rrafin ideologjik. Shkencore është shkencore, dihet çka bëhet. Andaj ngrirja e trupit njeriu edhe tendenca për ringjallje nuk është domeni i shkencës. Ringjallja e jetës nuk është domeni i shkencës, apo është domeni i kërkesave njerëzore. Ja kus njerëz. Po, normal, po që ka me brendinë e tij. Me brendinë e tij. Apo, e tash ti, kjo është ajo pjesa e padukshme. Ku është ajo që njeriu e don atë? Është pjesa e shpirtit ti, është pjesa e egos ti, jepshi ti apo. Andaj, çka po të më thonë? Po të më thonë që ti po don me komplet me u fokusu te materiala për me i shërby përmes të dukshmës pa dukshmës që si beson ti. S'munësh. Po gjithë shkencorë, gjitha procesimet janë që po dëmtohet trupi edhe truni. Po s'më rëndësi, veç për kupton logjikën. Për kupton logjikën. Domthon, cila është ajo pjesa që po don jetën? Dora çka do mërnu? Cila është ajo pjesë që po bën unë po do mërnu? Shpirti. Po shpirti. E egoja, epshi, a duket ajo? Ai nuk duket, ai përjetohet. Përjetohet, përsa ata tendenca me ruaj kujtimet edhe në rregull. Ndihimi i trunit. Në rregull, që ti nuk unë po flas për logjikë. Për logjikë. Po, çfarë është logjika? Domthon, na po dëra me i shërby të padukshmës që se besojmë përmes dukshmës që i besojmë. E pamundshëm është. Apo kupton? Do të më besoni të padukshmën që ne keshë, pastaj kçyrim që e padukshme akoma si mund ngri. Jo e dukshmja. Apo pse që e padukshme është problemi. Nuk ka problemi dukshmja. Njeri nuk është koma e tij, nuk është veshi i tij. A më kupton? Njeri pa vesh, pa dorë. Apo kupton? Domthon jeta nuk është dorë, jeta diçka për te kësaj. Na kemi pa njerëz për transplant zemra po bëhet. Domthon s'ka ka zemra, nuk ka as lukti. Këtë tu gjën të mosh me tjekën e të bën njëri jetën, apo kupton? Po shpirti. Diçka për te kësaj. E në çto ngrirje, çka po ngrihet? Trupi. Atëra, lutem. Ajo që ka, ajo po në këtë procesim ka shkencor me renomë po thonë se është e pamundur. Hajde nëse po arri ka shkenca. Hajde po themi krejt, po themi në rregull trupi, po çka bën me atë trup ti? Çka bën ti me atë trup? Çka bën me atë trup? Çka i kthehet nëse për shembull, çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka për shembull, nëse një trup rrin 3 ditë edhe rrin 300 vjet në kuptim të jetës. A beson se shkenca një ditë me rinjallë, me gjithë çështjen e besimit qeliza, ato të brendshme në shpirtin. Zoti e ka përmend Kur'an. Ka shumë është e bukur e shpjeguar. Edhe më ka pëlqyer domthon ai shkencëtari Jeffrey Lang, që po musliman pikërisht pikësaj perspektive po thon. Ka lezuar për Ademin alayhis salam, ka thonë, çu ka jeta. Çu të zotë pas shpjegoj këtë jetën e kom kuptuar përmes Ademit alayhis salam. Se s'qen ka jeta xhenet, po ka vujtje, ka mundime. Si kom kuptuar këtë mundime edhe realisht e ka mohu Zotin. E po domthon që Zoti ka pranuar në fillim se Ademi alayhis salam është futur në xhenet. Zoti ka qëllimisht për më shpërfaqë sa aspekte njeriu që kanë më dashur kur vjen në dunjë. Am kupton?